sy, po s'kem që me bo ka qëllu djali mirë. Adnani... E provova me hekë pak të mendjen, se Adnani është pak edhe modest në si person. Po, Adnani është modest, është njeri i thjesht, me kom në tokë, është i biri Adnan Sogojevës, i Abedin Sogojevës, një komandant i shquar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, vetë që shëtharë dhe Arlindi është veterani i ushtrisë çlirimtare, po mbi të gjitha këta si familje kultivojnë ndjenjen e atë dhe dashurisë, dhe ne si popull edhe si vend kemi mas shumë të nevoj për atë dhe dashuri, për shkak se ai që dën vendin, e dën edhe popullin edhe nuk përçon. Na kemi nevoj për njerëz të cilët na përbashkojnë, pastaj në aspektin profesional ose në punën e tij të re, e cila i qoftë për herë, po shpresojmë se zgjedhet deputet nga lista e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe besoj që ka përkraje të pas parasysh që është kush është, sinqerisht është për të vlerësuar një njeri me integritet dhe me dignitet, i cili me modestinë e tij gjithmonë t'jap një energji pozitive dhe pa dyshim që edhe kontributi i tij profesional nuk ka me mungu në Parlamentin e Kosovës. Kështu që i urojmë fatë rrugtim të mbar Adnanit, ndërkaq që sa i përket, falem që zgjata pak gongje, ndërsa sa i përket Kurtit, e vërtet është që zotri Kurti i ka punësuar dikur rreth 200.000 persona, po jo në Kosovë në emigrim. Ata që kanë qenë në Kosovë pa punë, i ka bo me ikë nga Kosova dhe kështu shkon atje, manë mitingje, edhe ju fol atyne si kur Kosova është me mirë se Zvicra, ma e bukur se Zvicra, ma e zhvilluar se Zvicra, dhe normal ata njerëz dhe cilët jetojnë me ato kushte të Zvicrës ose të Gjermanisë, mendojnë që edhe Kosova është sikur atje, por faktikisht do të duhej, do të dëshiroja që shumica prej tyre të vinin së paku nga 3 muaj të qëndrojnë ajo vetëm nga 1 javë 2, sepse kur vi 1 javë 2 në pushime, ata nuk mund ta vrejnë jetesën tonë, mund ta vrejnë entuziazmin tonë ndaj tyre, mallin që e kemi për ta si vllazën, motra tona, por jo jetesën cilën e kemi ne. Ne kemi jetesë më të shtrenjtë se sa në Zvicër, ndërsa rrogat i kemi 10 fish më të vogla se në Zvicër. Ndërsa ata në Zvicër atje ankohen gjithë kohës se nuk ja dalin dot me rrogat e tyre të atjehit. Po imagjinoni ne si ja dalim. Prandaj besoj që zotri Kurti është një njeri i cili vetëm bën propagandë dhe kamuflim dhe mashtrimi është armë e tij. Po, mashtrimi, nëse mund ta quajmë si të tillë, njerëz pra nuk po e shohin. Po am që në tubime po ka përkrahje veçanërisht nga diaspora. Pse kjo përkraje nga diaspora ka që madhe? Përkraja është më e madhe nga diaspora, edhe këtu ka qenë përkraja e madhe, për shkak se njeriu në mas kollajti me kthy ka vetja është me prek në sentiment, me prek në ndjenjë. Dhe zotri Kurti na i ka prek krejt llojet e ndjenjave nacionaliste. Madje në një farforme na ka ushqyer idenë sikur zotri Kurti është shpëtimi i fundit, ndërkaq doli të jetë shumë keq. 4 vite regres, 1 vit pas qeveri, me 42%, kjo nuk don kjo kur farshkence për me tregu që ky është një njeri i dështuar në qeverisje, dhe Lëvizja Vetëvendosje nuk është një parti e cila mendon për prosperitetin e vendit. Dhe besoj që popullata do të ndëshkojë zotrin Kurti, sepse ne nuk kemi jetë për të humbur, ja kemi dhënë mundësinë zotrit Kurti. Jo pse zotri Kurti është ndonjë profesionist, jo se zotri Kurti është ndonjë personalitet që e meriton të jetë kryeministër, por nga zhgënjimi tek partitë të tjera, ne si popull dolëm dhe votuam zotrin Kurti me 51% se patëm nevojë për ndryshim. Por nuk patëm nevojë për ndryshim më të keq. Prandaj ne jemi ai i njëjti popull i cili do të sjellim prapë ndryshimin. Kemi nevojë, është ky momenti për një ndryshim tjetër, Adnan? Po, unë mendoj që është momenti, edhe një nga arsyet që unë sot jam ngarë është edhe kjo. Domethënë, na kemi nevojë fillimisht si shtet për me pas një qeveri normale, një qeveri që ka projekte zhvillimore, një qeveri që e sheh Kosovën më ndryshe, që menon me zhvillu. Na nuk kemi nevojë, për 5 vjet na kemi përjetu vetë çysh është sill qeveria, çka ka bëu qeveria. Domethënë është një qeveri populiste, një minister i financave që ulet para një laptopi dhe krijon shifra fiktive, që gjoja në jena veni ma i zhvillu ma këse, njerëzit jenë të jetu këto për çdo ditë, varfrin, skamjen, vështirësinë.
se cili prej neve shkone për markete, pagun fatura, edhe na shohëm që shpo jetojmë. Është pa që qytetarët kërkojnë më mirë? Une besoj që qytetarët do të kërkojnë më mirë, do të analizojnë mirë këto 5 vite qeverisje. Neve na u ka silë kryeministri në detyrë, edhe pa shumë që apëbën veprimet e fundit, kundrejt çdo vendimit gjykate, kundrejt çdo ligje, shpërndon ndihma, shpërndon porën tonë, do thonë pa asnjë kontroll, pa asnjë përgjegjësi. Unë mendoj që Si e sheh këtë shpërndarjen e mjeteve nga buxheti i shtetit, mënyra që po shpërndohet qoftë për studenta, për kategori, domethënë është të i prej kategoritë të caktume përveç veteranëve, që në një formë ose tjetër është mbledhje votës me 50-100 euro. Pse nuk po funksionon kjo tek veteranët? Pse nuk bën një gjë të tillë për veteranët? Po, arlindje për mene, domethënë unë jam kanë dikun një mandat sekretar në organizatë veteranëve të luftës në Fushë Kosovë, po që ka zgjatë një 9 vita i mandat se krerët e organizatës në kanë hagë dhe mas nejna s'kemi mojt kuvend edhe zgjedhja dhe do thonë unë jam i mishrum me problemet e tyne edhe arsye pse nuk jam më në asnjë strukturë të organizatës që për mu kanë e pa përballueshme me u marr me pak ushqimore për organizatave për me i mbështet veteranët. Do thonë është diçka që për mu është e papranueshme. Unë po them jo më me i kap një 3-4 targete që ka me konë politikat e mija. A është situata keqe tek veteranët, tek familjet e veteranëve, a që vështirë është situata? Po të një pjesë nuk është e mirë. Dhe më thonë, Dhe çfarë ka bërë? Se dim që shumë herë është penalizuar, po. Legjerisht na nuk kem drejt me punu edhe me gëzuat pensionin. Dhe më thonë që është një absurd i llojit vetë. Dhe më thonë, une do të me zgjedh nëse du me marë pensionin 170 euro ose me punu. Dhe kjo për mu, po thëmë, ka pos në kuvend shumë veteran, shumë edhe general. Vjen pensioni veteranit një meric, një falenderem për atë kontributin që... Edhe bilem që do të me qujt pensioni, ishtë dosht ajo me konë një farloj një njohje e shtetit, për kejt ato që kanë bo. Neve na u dash mas 25 vjetë, me dalë generali Vesli Clark në Hagë, edhe më nga ka zu krejt kush është u qëkeja, kush është konu qëkeja, cili konë roli u qëkës. Edhe tash, na i bojmë 18-7 vitin tjenë, të më thonë edhe 2 muj. Alo merremi, a s'do të me punu veteran. Të menoj që kjo praktik, kjo gjuhë do të me përfundu njëre për gjithmonë. Dhe veteranët ju shini për çdo ditë ka 2-3 dhe vdesin. Në thonë u bo 25, veterani ma i ri i luftës, aktualisht mënët me konë 43-4 vjetë. Që po flasim në 98-ën, ka pos djemë ose qika që konë 16 vjeqë. Do thonë është 43-4 vjetë. Çfarë do të bëni për këtë aspekt, në këtë aspekt, Adnan, do t'i shtyni për para kërkesat e veteranëve? Në kudo që jem konë, kom qenë një farë avokusi i madh i kësaj pike. Besoj në pozicionin që do ta kem nesër, jo që do t'i shty, por do t'jetë një nga politikat kryesore.